Ndërkohë që koha tani, realiteti po tregon që shkollat profesionale kanë më shumë vlerë se sa gjimnazi. Kanë më shumë vlerë, patjetër. Dhe e ardhmja është pikërisht e shkollave profesionale. E para është tendenca e madhe që të gjithë nxënësit ikin drejt gjimnazit. Se mëson, se nuk mëson, sepse është krijuar ideja që po vajtim gjimnaz do ta marrim. Ndërkohë që pas gjimnazit, nxënësit dobët po flasim, ai që nuk ka mundësi për një shkollë të mirë, do të duhet të bëjë një shkollë tjetër profesionale. Pra janë 4 vite ose 3 vite tani të shkuara dëm, ndërkohë që ne mund t'i orientonim që në 9 vjeçare, që pas 9 vjeçares këta të vënë në këto shkolla profesionale, pikërisht për ato nevoja që ka tregu, dhe tregu sot pikërisht turizmi ka nevoja shumë të mëdha, ka nevoja të jashtëzakonshme. Tani nuk ka gjyshi zanati s'le asnjë pa bukë, po që është absolute, fleshët e vjetër kanë thënë atë edhe të paktën të marrë një zanat që mos kelet pa bukë, domethënë. Por tani kjo e ka tejkaluar çështjen ekzistenciale të bukës. Zanati tani të